Të dashur qytetarë të Tiranës. Kryeqyteti po përballet me një krizë serioze. Transporti urban është në prag të paralizës së plotë. Duke filluar nga sot, shoqatat e transportit urban kanë reduktuar me 40% flotën e autobusëve në qarkullim, për shkak të kostove të larta dhe të papërballueshme tashmë për këtë shërbim të jetë rëndësishëm për Tiranën. Dhe ky është vetëm fillimi i krizës reale me pasoja të jetë të rënda për kryeqytetin tonë. Së pari, Tirana rrezikon bllokim, që do të thotë përkeqësim i mëtejshëm i lëvizshmërisë së përditshme të qytetarëve. Ulja me 40% e flotës autobusëve do të thotë edhe më shumë makina në terren, më shumë trafik, më shumë ndotje për ajrin që thithin do tërë. Së dyti, reduktimi me 40% i flotës autobusëve godet fuqimisht dhe drejt për drejt jetën ekonomike dhe sociale të kryeqytetit. Qytetarët do ta kenë më të vështirë të arrijnë në vendin e punës, çka do të thotë se shumë shërbime rrezikojnë vonesa deri në paralizimin e plot të tyre. Dhe kjo nuk është një çështje thjesht sektoriale, është një krizë e funksionimit të Tiranës. Përballë kësaj situate, mosreagimi i institucioneve shtetërore është i papranueshëm. Qeveria dhe bashkia kanë zgjedhur të heshtin. Qeveria dhe bashkia kanë shpërfillur paralajmërimet. Dhe ky është rezultati i qartë i një qeverisie qendrore dhe vendore, pa plan, pa përgjegjësi dhe pa vizion. Partia Demokratike dhe opozita kërkojnë reagim të menjëhershëm. 1. Qeveria shqiptare e drejtuar nga kryeministri Rama të pranojë propozimin zyrtar të Partisë Demokratike për ulje emergjente të barrës fiskale mbi karburantin, duke lehtësuar shumë kostot e sektorit dhe njëkohësisht duke lehtësuar shumë edhe ekonominë në përgjithësi. 2. Mbledhje të menjëhershme dhe të jashtëzakonshme që ditën e sotme të Këshillit Bashkiak të Tiranës, me qëllim që të bëjmë transparencë të plotë mbi situatën dhe të miratohet urgjentisht masa konkrete dhe paketa mbështetëse financiare ndaj këtij sektori nga buxheti vendor i Bashkisë Tiranë. Të dashur miq, transporti publik nuk është luks, por është një drejtë e çdo qytetari. Nëse edhe për këtë shërbim etik si transporti publik, institucionet shtetërore, qendrore dhe vendore zgjedhin të mos reagojnë, atëherë bëhet e qartë se problemi nuk është thjesht një krizë e sektorit, por është mënyra se si qeveriset Shqipëria dhe Tirana. Pikërisht sepse këto probleme nuk po marrin zgjidhje, është një arsye më shumë për të ftuar të gjithë ju bashkarisht ditën e premte në 17 prill të bashkohemi në protestë. Pasi ky është momenti për të reaguar, ky është momenti për të kërkuar llogari, ky është momenti për të treguar pushtetit se Tirana nuk mund të qeveriset me heshtje, nuk mund të qeveriset me indiferencë, me braktisje dhe me abuzime. Ju falenderit.